Një grup qytetarësh korçar ka ndërmarrë një iniciativë për t'i kërkuar qeverisë të marrë përgjegjësi për trajtimin e fëmijëve dhe të rinjve nga mosha 0 deri 18 vjeç, të cilët vuajnë nga sëmundje që s'mund të trajtohen në Shqipëri. Sipas iniciatorëve, në rastet kur sistemi shëndetësor vendas nuk ofron zgjidhje mjekësore, shteti duhet të garantojë financimin e kurimit jashtë vendit, duke mos lënë barën ekonomike mbi familjet. Ardit Konome, një nga nismëtarët, shprehet se ideja lindi pas rastit të një foshnje të sëmurënd, për cilin familjarët u detyruan të kërkonin ndihmë nëpër shoqata e donator për të siguruar trajtim jashtë Shqipërisë. Është një iniciativë e cila sfundon finale, mori nga një rast këtu në Korçë. Rast shumë i rëndë, i cili preku shumë zemra njerëzish, preku opinionin në përgjithësi dhe ishte, si me thënë, këmbana e fundit e alarmit për një proces i cili ndodh një fenomen, në fakt, i cili ndodh shpesh, ndodh rëndom. Dhe për fat keq deri tani nuk ka patur zgjidhje tjetër përveç se të kërkuarit të ndihmës. Ne filluam një studim i cili mori në konsiderat të gjitha rastet, bazë statistikore, kudo që u gjend kjo, qoftë zyrtarisht, qoftë nëpërmjet mediave, rrjeteve sociale dhe të gjitha me radhë, dhe na dha një panoramë të qartë të situatës. Kryesisht raste tek fëmijët nga 0 në 18 vjeç, po më tepër tek mosha deri në 5 vjet, të cilët janë me kardiokirurgji të komplikuara, sëmundje tumorale, kryesisht leuqemia akute dhe një pjesë tjetër diagnoza që lidhen me sistemin nervor. Ndërsa një tjetër iniciator, Nardi Olli, thekson se përmes kësaj nisme synohet garantimi i një të drejtë themelore kushtetuese, ajo e shëndetit, duke kërkuar që institucionet shtetërore të ofrojnë mbështetje konkrete për rastet kur trajtimi nuk është i mundur brenda vendit. Të gjitha rastet kur shteti ka patur ose organizmat tonë shëndetësore kanë patur të pamundur kurimin e tyre për arsye qoftë teknologjike apo dhe ekspertizas mjekësore, këta njerëz kanë ngelur në një farë mënyrë në mëshirën e fatit dhe vetëm në raste të veçanta, sikundër e dini, ekziston një kuadër ligjor që bëhet një kërkesë e veçantë dhe Këshilli i Ministrave mund të akordojë fonde ekstra për individ të cilët mund të kurohen jashtë të vendit për arsye të ndërhyrjeve më të specializuara. Pra praktikisht këta njerëz e kanë jashtëzakonisht të pamundur të marrin shërbimin. Pra jeta e tyre është në rrezik absolut, eminent. Në këtë kontekst, kjo nismë ligjore synon pikërisht për miksoj këtë kuadër ligjor. Nismëtarët bëjnë apel që kjo çështje të marrë vëmendjen e institucioneve përgjegjëse dhe të shurtohet mundësia e artimit të një mekanizmi të posaçëm që siguron mbështetje financiare për kurimin e fëmijëve jashtë vendit në rastet kur kjo është e domosdoshme.